Vendimi I marrë nga gjykata administrative shkallës së parë vjen disa javë pas konstatimit që Naureta Llagami I bëri procesit të zhvillimit nga gjykata e lartë për zgjedhjen e një antari të gjykatës kushtetuese. Në mbledhjen e posaçme të 30 nëntorit, gjyqtari Asim Vokshi u zgjodh fitues me shumicë votash për të plotësuar vakancën në kushtetuese, por Llagami kërkoi që procesi të pezullohej duke pretenduar shkelje procedurale dhe mungesë transparence në zhvillimin e mbledhjes. Megjithatë, gjykata administrative në arsyetimin e saj u shpreh se nëse do të shqyrtonte kërkesën e Llagamit, do të krijonte një precedent rrezikshëm, pasi gjykatat administrative nuk kanë jurisdiksion për të ndërhyrë në veprimtarinë e organeve kushtetuese. Nëse gjykata administrative do të shqyrtonte këtë kërkesë që lidhet me mbledhjen e posaçme të gjyqtarëve të gjykatës së lartë, ajo do t'i hapte rrugën një ndërhyrje të pashembullt mbi një gjithë arkitekturën shtetërore, thuhet në vendimin e gjyqtares Semiramis Hoxholli. Në dokumentin gjyqësor nënvizohet se vendimi I mbledhjes së posaçme nuk është akt administrativ, ndaj nuk mund të trajtohet nga gjykata administrative, por përbën akt kushtetues që rrjedh nga kompetencat e përcaktuara në kushtetut për gjykatën e lartë. Gjykata shton se ndërhyrja e saj do të sillte pasojë në respektimin e parimit themelor të ndarjes së pushteteve dhe do të cënonte funksionimin e institucionit të sistemit gjyqësor. Paditësia Naureta Llagami ka 5 ditë afat për të ankimuar vendimin në kolegjin administrativ të gjykatës së lartë, ndërsa nga ana tjetër gjyqtari Asim Vokshi I zgjedhur tashmë për në gjykatën kushtetuese ende nuk është betuar në detyrë.